Në një atmosferë festive dhe me pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve dhe vizitorëve, Lezhë ka çelur zyrtarisht sezonin turistik veror. Ceremonia u zhvillua në bregdetin e Shëngjinit, i cili u gjallërua nga muzika, ushqimi tradicional dhe aktivitetet promovuese, duke prezantuar ofertën e pasur turistike të këtij rajoni. Teksa shpalosën ofertën e tyre, operatorët turistik shprehen optimist për një sezon veror të suksesshëm në bregdetin e Lezhës. Hotel Twin Tower është në qendër të qytetit të Shëngjinit dhe do të ketë ujësi të reja, gjithashtu dhe çmime mjaft konkurruese në krahasim me vitet e tjera. Shërbimet do të jenë mjaft me ujësi sepse ne ofrojmë pishinën, kena fitness, sallë konferences, gjithashtu do të jetë një shërbim ekstra për klientët tonë të cilët i kena në mënyrë të vazhdueshme. Sigurisht që ka kërkesa dhe jena mjaft kënaqur duke shikuar domethënë ritmin që kena aktualisht. Ne operojmë me pasat freskëta në treg. Besoj që turistët të vit do gjejnë pasat më të mira me bregdetin shqiptar. Po mundohemi që t'i ofrojmë gjithçka që të jetë perfekte nga ana e shërbimit, gastronomisë, si edhe në sallë edhe në restorant, në shërbimin e ushqimit. Lezhë njihet për një vend ku gastronomia e lulëzon çdo ditë edhe më shumë. E bukur e kësaj se Lezhë këtë vit ka dhe atë rrugën e Ranës Thellës e realisht i ftoi gjithë shqiptarët, Kosovët, gjithë turistët e huaj vinë në Lezhë dhe ta vizitojnë. Gastronomia, ofertat vazhdojnë të jenë në standardet normale dhe minimale të një shërbimi nga çfarë ofrohet dhe çfarë paguhet. Shëngjini është shërbim me 5 yje. Të pranishëm në hapjen e sezonit turistik ishin autoritete vendase dhe nga të gjitha trevat shqipfolse, ndërsa kryetari i Bashkisë Lezhë, Pirin Dreu, u shpreh se zona turistike do të njohin një zhvillim të mëtejshëm në vitet në vijim, përmes projekteve konkrete që synojnë përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve turistike. Janë biznesmen. Njerëz që kanë po histori në turizmin lezhjan, njerëz që po investojnë, është një kombinacion jashtëzakonshëm ku shqiptarët e Shqipërisë, biznesmen nga Shëngjini, nga Lezhë, nga Kosova, po bëjnë një histori tashmë në zhvillimin e turizmit të qyteti kaq të bukur. Si vjet, ne vim me shumë ndryshime, vitin tjetër do kemi edhe më shumë ndryshime. Mbrenda 3 vjetësh Shëngjini, Talja, gjithë zona bregdetit, edhe zonat e tjera do jenë vendet më të bukura për të vizituar në Shqipëri dhe në rajon. Ne kemi projekte dhe po punojmë çdo ditë. Çelja e sezonit turistik në Lezhë shënon një nisje premtuese, me pritshmëri të larta për një rritje të numrit të turistëve vendas dhe të huaj përgjatë bregdetit dhe destinacioneve të tjera turistike të këtij rajoni.